Kryeministri Edi Rama shpalli se Durant Tech Park do të shndrohet në një qendër të rëndësishme për zhvillimin e sipërmarrjeve teknologjike dhe ekonomike në Shqipëri. Gjatë aktivitetit në dhënien e certifikatave për rezidentët e parë të parkut, Rama theksoi mundësitë e mëdha që hapen për të rinjtë dhe të rejat e vendit, duke krijuar një perspektivë të shkëlqyer për ata që duan të zhvillojnë karrierën e tyre në sektorin e teknologjisë. Ai gjithashtu njoftoi bashkëpunimet e përditshme me kompaninë Microsoft dhe me shumë vende të tjera për realizimin e këtij projekti që ka ngjallur interesin e shumë kompanive. Rana Tech Parku është në radhë parë destinacioni i krijuar për ta, i krijuar për talentet shqiptare, i krijuar për vajzat e djemë që janë këtu në Shqipëri ose që mund të jenë jashtë dhe që duke regjistruar në këtë park fitojnë një status krejt special dhe ju hapet një perspektivë shumë inkurajuese pasi i ka të gjitha lehtësirat e mundshme. Kryeministri gjithashtu shtoi se Durant Tech Park do të ofrojë mbi 5.000 mundësi pune për ekspertë të teknologjisë me paga shumë më të larta se pagat mesatare në Shqipëri. Synojmë që të arrijmë shumë shpejt mbi 5.000 mundësi për punë për ekspertët e teknologjisë dhe profesionistë e ri, që do thotë me paga shumë të larta, shumë më të larta se pagat tona, që të jemi shumë të qartë. Ministri i Inovacionit Blendi Gonxha u shpreh se ky park do të mundsojë një ndërveprim global në fushën e inovacionit, duke kontribuar në zhvillimin dhe përparimin e industrisë teknologjike. Durant Tech Park pritet të përfundojë dhe të jetë gati për funksionim deri në fund të vitit të ardhshëm. Shkodra ka përkujtuar 34 vjetorin e masakrës së 2 prillit të vitit 1991. 4 qytetarë humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën. Ngjarja e dhimbshme ndodhi 2 ditë pas zgjedhjeve të para pluraliste, të cilat u fituan nga Partia e Punës, duke shkaktuar protesta të qytetarëve të Shkodrës, të cilët përbëjnë momentin e fundit të protestës kundër regjimit komunist në Shqipëri. Në përkujtim të kësaj ngjarje tragjike, omazhe u mbajtën përpara memorialit kushtuar 4 dëshmorëve të demokracisë, ku morën pjesë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, familjarë të dëshmorëve dhe qytetarë të Shkodrës. Berisha e cilësoi sakrificën e tyre si një frymëzim për qytetarët që luftojnë për lirinë dhe të drejtën e votës. Martirët e votës lirë u ndanë atë ditë nga jeta, por mbetën të pavdekshëm në shpirtin e lirisë, në votën e lirë. Ndaj edhe ata janë sot burim drite, burim frymëzimi për çdo qytetar që i beson lirisë dhe votës saj. Martirët e 2 prillit janë frymëzim i madh për çdo qytetar të sakrifikojë për lirinë dhe votën e saj. Në fjalën e tij, ai bëri një paralelizëm mes diktaturës komuniste dhe qeverisjes aktuale të Partisë Socialiste, duke theksuar se gjithçka që ata kishin luftuar për të larguar tani është rikthyer në një tjetër formë të diktaturës. Para një ngjarje që do ndajë epokat, sepse përsëri ne ndërojnë veprën e tyre të ndritur, sakrificën e tyre sublime në një diktaturë, e cila nuk bazohet më në ideologjinë e ish komitetit të partisë, por bazohet në ideologjinë e dobraçit, të krimit, të terrorit. Dhe kjo është një diktaturë po aq e shëmtuar sa e para. Bazohet në ideologjinë e një bande që kërkon të mposhtë një qytet liridashës. Dhe kjo bandë ka një kryebandit në krye, që quhet Edi Rama. Ish-kryeministri Sali Berisha ka dalë në mbrojtje të ish-kryetarit të Shkodrës Baris Fahia, i cili po përballet me hetime nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për shpërdorim detyre. Berisha e cilësoi Spahin si një figurë të respektuar të Partisë Demokratike dhe vlerësoi veprimet e tij si në përputhje me ligjin dhe etikën e një zyrtari publik. Kurse Baris Fahia shkon në Spanjë dhe ka zbatuar ligjin, ka mbrojtur kodin e një zyrtari i cili nuk mund të pranoj delinkuent në administratë. Pra, ai proces na bën nder të gjithëve ne, dhe i bën nder Shkodrës dhe çdo qytetar. Në të njëjtën kohë, Berisha paralajmëroi publikun për një dosje të rëndë që sipas tij përfshin kryebashkiakun aktual të Shkodrës Benet Beci dhe që mbahet peng nga kryeministri Edi Rama.
Dhe shpesh qytetarët të Shkodrës do marrin vesh. Dhe kush është ai që i qeverisë aty? Se shpërfaqëson bashkiaku i Dobraçit. Do ta mësojnë shumë shpejt. Ju jap fjalën, do ta qytetarët e Shkodrës do mësojnë shumë shpejt. Se shpërfaqëson Beci Dobraçit. Tani e vërteta është që ka një dosje të mërësisht të ramë për Planet Becin, me të cilin e manë peng Edi Rama. Por, ne jemi kundër politikës pengjeve. Deklaratat i kryeministri i bëri pas ceremonisë përkujtimore të 2 prillit 1991 në Shkodër, një ngjarje historike që përkujton vrasjen e 4 protestuesve dhe plagosjen e 10 të tjerëve gjatë një manifestimi kundër manipulimit të zgjedhjeve të 31 marsit të atij viti. Berisha e cilësoi atë ditë si një moment të rëndësishëm të rezistencës demokratike kundër diktaturës komuniste dhe theksoi nevojën për të nderuar kujtimin e të rënëve. Procesi i premtimit të fletëve të votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025 ka nisur dhe do të përfundojë deri në 10 prill për të gjithë qytetarët shqiptar brenda vendit. Për votuesit nga jashtë, fletët e votimit do dërgohen dhe do duhet të kthehen deri në datën 8 prill, duke i dhënë emigrantëve 3-4 ditë kohë për të plotësuar fletët dhe të dërguar ato në KQZ. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, bëri të ditur se procesi i dërgimit të fletëve të votimit për diasporën do të nisë në ditët në vijim dhe çdo gjë do të realizohet brenda fateve të përcaktuara. Ka filluar procesi i printimit të fletëve të votimit për votimin jashtë vendit dhe besojmë që nga komunikimi që kemi me kompaninë e cila është duke prodhuar këto fletë votimi, kompani slovene, po prodhohen në Sloveni fletët e votimit si për votimin brenda vendit, ashtu dhe për votimin jashtë vendit, por kemi filluar me printimin e fletëve të votimit për jashtë vendit dhe besojmë që midis datave 7 dhe 8 do t'i kemi këtu fletët e votimit për votimin nga jashtë dhe midis datës 8, 9 dhe 10 do të fillojmë përgatitjen e zarfave dhe gjithë dokumentacionit tjetër i cili do të dërgohet votuesve jashtë vendit, duke shpresuar që gjithë ky proces të realizohet brenda datës 15 ose 17 prill në afatin më maksimal. Ai gjithashtu sqaroi se emrat e kandidatëve që janë dorëhequr pas miratimit të listave përfundimtare do të vazhdojnë të shfaqen në fletët e votimit pasi ato janë miratuar dhe nuk mund të ndryshohen në këtë fazë. Në lidhje me përgatitjen për zgjedhjet brenda vendit, Celibashi tha se ka nisur rekrutimi i qytetarëve që do të angazhohen për menaxhimin e pajisjeve të identifikimit elektronik të sistemeve të votimit. Kjo është një hap i rëndësishëm për të garantuar një proces të sigurt dhe të saktë të votimit, duke minimizuar mundësinë e manipulimeve dhe duke siguruar që çdo qytetar të mund të votojë pa pengesa. Për më tepër, ai u shpreh se janë duke u finalizuar detajet për mbarvajtjen e zgjedhjeve dhe se KQZ po punon me institucione të tjera për të siguruar që procesi zgjedhor do të zhvillohet pa probleme. Ambasadori italian i karrierës dhe kreu i misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të 11 majit nga OSBE Xhiri, Lamberto Zanier, ka çelur zyrtarisht misionin me një ekip prej 300 vëzhguesish, 26 vëzhgues afatgjat dhe 11 ekspertësh, të cilët do të monitorojnë procesin zgjedhor në Shqipëri. Zanier theksoi rëndësinë e vëzhgimit të fushatës elektorale, duke përfshirë edhe monitorimin e rrjeteve sociale dhe financimin e partive politike, duke e konsideruar këtë aspekt të rëndësishëm për një demokraci të shëndetshme. Për sa i përket hetimeve të krimeve zgjedhore dhe rolit të SPAK-ut, Zanier tha se misioni i OSBE Xhirit do të përfshijë vetëm raportimin e gjetjeve të parregullsive, ndërsa çdo rast do të paraqitet në raportet përkatëse. Do ta shikoj këtë iniciativë të SPAK-ut dhe nuk kam një koment për momentin. Ne do t'i vendosim gjetjet në raport. Ne nuk kemi këtu të bëjmë detyra të tjera. Të gjitha gjetjet tona do të vendosen në raport. Jemi shumë të angazhuar për të bashkëpunuar me autoritetet, por ama gjetjet e parregullsive do të ndahen përmes raportimeve tona. Për sa i përket votës së diasporës, Zanier sqaroi se OSBE Xhir do të monitorojë mënyrën e menaxhimit të procesit të votimit dhe numërimit të votave, duke siguruar transparencë këtij procesi. Votimi
nga jashtë nuk ka një standard ndërkombëtar, secili vend vendos specifikat e veta. Ne do të shikojmë përmes dy ekipeve. Në aeroport, kur vinë votat, si menaxhohen e si do të numërohen më pas dhe si do të raportohet në KQZ. Kjo për të siguruar se do të ketë transparencë, por ne do të tregojmë kujdes edhe për këtë aspekt. Jemi të përkushtuar për ta ndjekur këtë proces. Rreth 2 javë përpara ditës së votimit, OSBE ODIHR do të publikojë një raport në ndërmjetëm. Ai shtoi se 2 ekipet të misionit do të ndjekin votat që mbërrin nga jashtë dhe do të raportohen në KQZ. Një raport i ndërmjetëm do të publikohet 2 javë para ditës së zgjedhjeve. Në GJKK nis gjykimi për ish bashkiakun e Shkodrës Bart Spahia i akuzuar për pengim të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore. Spahia ishte i pranishëm në seancën paraprake të gjykatës së posaçme ku u vendos kalimi i dosjes për gjykim. Gjatë seancës, Spahia refuzoi gjykimin e shkurtuar dhe kërkoi gjykim normal duke theksuar se akuza ndaj tij është një padije e përgatitur në zyrat e Partisë Socialiste me qëllim përdorimin e tij në fushatën elektorale. Në një prononcim për gazetarët, Spahia akuzoi socialistët se përdorni një person të dënuar për vjedhje dhe korrupsion për të ngritur padi ndaj tij, duke e përdorur atë si një mjet politik. Kërkova gjykimin normal, pikrisht i bindur se kjo është një padi e përgatitur e organizuar në zyrat e Partisë Socialiste, jo vetëm të Shkodrës, por edhe të Tiranës, të cilët përdorin një person të dënuar për vjedhje dhe korrupsion. Akuza është qesharake, është absurde, nuk bëhet fjalë as për korrupsion, as për përfshirje në krim të organizuar apo aferat të tjera. Akuza dhe padia është ngritur mbi baza dhe porosi politike, të cilat ju siguroj që do të marrin përgjigjen e duhur me 11 maj. Spahia është marrë zyrtarisht i pandetur nga SPAK pasi akuzohet për shpërdorim detyre. Ai u kallëzua në SPAK në vitin 2022 nga Mark Molla, ish drejtuesi i ujësillës kanalizimeve në Shkodër për shkarkim nga detyra në shkelje të ligjit dhe emërimit në vend të tij të një antari të FRPD-s. Bart Spahia mori detyrën e krejut Bashkisë Shkodër pas fitores në zgjedhjet e pjesëme të 6 marsit 2022 me Partinë Demokratike. Mandati i tij përfundoi në vitin 2023, ku u zhvilluan zgjedhjet e radhës për kryetar bashkie. Gjykata e posaçme e apelit ka lënë në fuqi masën e arrestit për Eria Agon, ish të dashurën e Safet Bajrit, e cila akuzohet për sigurim të kushteve, për kryerjen e vrasjes dhe për krahjen e autorit të krimit në vrasjen e Fatbar Dlicit, një ngjarje e ndodhur në gusht të vitit 2018. Eria Ago akuzohet se ka ndihmuar për largimin e autorëve të vrasjes nga vendi i ngjarjes, duke i mundsuar të largohen me automjetin e saj. Megjithatë, ajo ka mohuar përfshirjen dhe ka theksuar se nuk ishte asnjë lidhje me vrasjen. Nga ana tjetër, Safet Bajri, akuzuar gjithashtu për këtë krim, ka mohuar se ka patur lidhje me ngjarjen. Ai ka pretenduar se natën para ngjarjes ka qenë në një restorant dhe më pas në një lokal nate në Tiranë. Bajri ka theksuar se përgjimet e realizuara nuk mund të provojnë fajësinë e tij dhe se ai nuk ka patur asnjë rol në vrasjen e Licit. Sipas SPAK, vrasja është kryer për shkak të dyshimeve të Behar Bajrit, që mendonte se Ibrahim Lici, i afërm i Fatbar Licit, ishte autori i vrasjes së Boran Burçanës dhe partneres së tij, Silvin Doci, në korrik të vitit 2018. Ilaria Sula, një studente 22 vjeçare nga Roma, u zhduk me 25 mars duke shkaktuar shqetësim të madh tek familja dhe miqtë e saj. Fillimisht, autoritetet menduan se vajza mund të kishte ikur pas një ndarjeje me të dashurin e saj Filipinas, por një hetim më i thedhuar i ka drejtuar ata në një rrugë të ndryshme. Trupi i saj u gjet brenda një valiçeje në një zonë të pyllëzuar dhe hetuesit dyshojnë se ajo mund të jetë vrarë me thik. Sipas hetimeve të para, Samson dyshohet se e ka goditur disa herë me thik Ilarian në apartamentin e tij dhe më pas e ka fshehur trupin e saj në një valiçe për të përpjekur që të fshinte provat. Në përpjekje për të zbuluar të vërtetën, u zbuluan fakte tronditse që tregonin se ishi dashuri i saj kishte përdorur telefonin e saj pas zhdukjes dhe kishte postuar në llogarinë e saj sociale, duke ngjallur dyshime të mëdha.
Ilaria ishte parë për herë të fundit të mbrëmjen e 25 marsit, kur ajo kishte dalë nga shtëpia pa u përshëndetur me shokët e dhomës. Ata kishin dërguar mesazhe dhe ai kishin tentuar që të lidheshin me të, por nuk kishin marrë asnjë përgjigje. Familjarët dhe miqtë e saj filluan menjëherë një kërkim më të gjerë, duke publikuar fotografi dhe informacione për të ndihmuar në gjetjen e saj. Disa ditë pas zhdukjes ata ngritën alarmin, në rrjetet sociale dhe hetimet u intensifikuan. Fatkeqësisht, pas gjetjes së trupit të saj, çdo shpresë për një fund të lumtur u shua. Gjatë një vizite zyrtare në Kosovë, sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar David Lami u prit nga presidentja e Kosovës, ku u diskutua arritja e një marrëveshjeje strategjike mes dy vendeve me fokus në mbrojtjen dhe ekonominë. Presidentja e Kosovës theksoi nevojën për një bashkëpunim më të ngushtë për të adresuar çështjet e sigurisë dhe zhvillimit ekonomik, ndërsa kërkoi një pranim aktive të Mbretërisë së Bashkuar në vend. Vizita e Lamis është pjesë e një turneu në Ballkanin Perëndimor për forcimin e bashkëpunimit në luftën kundër emigracionit të parregullt dhe krimit të organizuar. Lami u shpreh se Ballkani mbetet një rajon me rëndësi të veçantë për Britaninë e Madhe, duke përmendur angazhimin e vazhdueshëm të Londrës për një normalizim të qëndrueshëm dhe paqësor të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ai theksoi rëndësinë e përfshirjes së Kosovës në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian si një proces që kërkon angazhim të plot dhe energji. Në fjalën e tij Lami përmendi mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar për Kosovën dhe dëshirën për të forcuar marrëdhëniet bilaterale në fusha të ndryshme. Gjatë takimit me kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti dhe ministrat e qeverisë, Lami diskutoi për situatën e sigurisë në rajon dhe sfidat gjeopolitike në Europë. Kurti theksoi nevojën për drejtësi dhe llogaridhënie për sulmin terrorist në Banisk, duke akuzuar aparatin shtetëror serb për mbrojtjen e Milan Radojčićit. Kryeministri kosovar kërkoi mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar për të adresuar këtë çështje dhe për të forcuar stabilitetin në rajon. Vizita e Lamis në Kosovë është parë si një mundësi për të thelluar partneritetin strategjik dhe për të rritur bashkëpunimin në fusha të ndryshme, përfshirë mbrojtjen e ekonomin dhe sigurin. Mbretëria e Bashkuar mbetet një mbështetëse e fuqishme e Kosovës dhe një partnere e përkushtuar për paqe dhe stabilitet në Ballkanin Perëndimor. Hungaria ka nënshkruar një marrëveshje të re me Serbinë për të forcuar bashkëpunimin ushtarak, një hap që synon thedhimin e partneritetit mes dy vendeve, veçanërisht në fushën e stërvitjeve të përbashkëta. Marrëveshja u nënshkrua në Beograd, në prani të presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili theksoi se qëllimi i këtij marrëveshje është përshpejtimi dhe avancimi i pozicioneve të përbashkëta në mbrojtje, duke hapur mundësinë e krijimit të një aleance ose unioni ushtarak me Serbisë dhe Hungarisë. Presidenti Vučić shtoi se Hungaria është tashmë partneri më i rëndësishëm i Serbisë në rajon në fushën ushtarake, duke theksuar se bashkëpunimi do të intensifikohet dhe përfshin aspekte të ndryshme, përfshirë stërvitje të përbashkëta dhe kualifikimin e marinës. Nga ana tjetër, ministri hungarisë i mbrojtjes theksoi se Serbia është partneri kyç në fushën e mbrojtjes për Hungarinë, veçanërisht duke marrë parasysh që Serbia nuk është antare e NATO-s dhe EBE-s. Ai përmendi si shembull stërvitjet luftarake shumë komshe dhe kualifikimet për shitje me armë që të zhvillohen gjatë periudhës së paqes. Ky bashkëpunim, megjithse ka shkaktuar shqetësime në rajon, pasi lidhjet e ngushta të Serbisë dhe Hungarisë me Rusin mund të kenë pasoja për stabilitetin dhe sigurinë në Ballkan. Një valë e fuqishme e motit të keq ka përfshirë rajonet e Egjeut në Greqi, duke shkaktuar përmbytje dhe dëme të mëdha në ishuj turistik Paros dhe Mykonos. Pamje dramatike të marra me dron nga nausa qyteza kryesore e ishullit Paros tregojnë dëme të konsiderueshme në infrastrukturë me rrugë të mbuluara nga balta dhe inerte të sjella nga ujërat e shiut. Prej orëve të para të mëngjesit, ekipet e emergjencës dhe ekskavatorët e bashkisë kanë nisur pastrimin e rrugëve dhe rivendosjen e aksesit në port, ndërsa puna po vijon për të normalizuar situatën. Sa më shpejt të jetë e mundur. Edhe ishulli Mykonos u godit rënd nga moti ekstrem me shërbimin meteorologjik kombëtar, që dërgoi një mesazh urgjence përmes sistemit 112, duke paralajmëruar banorët për fenomene të tejskajshme dhe duke këshilluar kufizimin e lëvizjeve. Për shkak të përmbytjeve dhe dëmeve të shkaktuara Mykonos dhe Paros janë shpallur në gjendje të jashtëzakonshme, ndërsa autoritetet kanë mbyllur shkollat dhe kanë pezulluar disa fluturime në aeroport për arsye sigurie. Stuhit e fuqishme dhe rreshjet e dendura pritet të vazhdojnë në disa ishujt e Egjeut Lindor, si në periferin e Thesalisë e Via dhe në Kretën perëndimore dhe jugore.
Ndërkohë një tornado ka shkaktuar dëme në ishullin e Rodosit duke rrëzuar pemë dhe duke bllokuar rrugë kryesore, ndërsa autoritetet kanë nisur regjistrimin e dëmeve. Për banorët dhe bizneset e prekur nga moti ekstrem, është hapur një platformë për deklarimin e dëmeve, ndërsa specialistët po kryejnë vlerësime për kompensimin e dëmeve materiale. Përmbytje dhe fenomene të tilla ekstreme janë bërë më të shpeshta vitet e fundit në Greqi dhe shkencëtarët i atribuojnë këto ngjarje motit ekstrem të shkaktuar nga ndryshimet klimatike përfshirë ngrohjen e ujërave të deteve dhe oqeaneve si pasojë e rritjes globale të temperaturave. Shtëpia e Bardhë e ka cilësuar si ditën e çlirimit vendimin e presidentit Donald Trump për të vendosur tarifa universale reciproke, duke theksuar se kjo lëvizje do të mbështesë prodhuesit amerikan dhe do të inkurajojë konsumatorët të zgjedhin mallra të prodhuara në SEHB. Megjithatë, shumë analistë dhe ekonomistë paralajmërojnë se kjo mas do të sjellë pasoja negative, duke rritur çmimet për konsumatorët amerikan. Tarifa që sipas administratës amerikane pritet të hyjnë në fuqi nga 2 prilli, do të ndikojnë në shumë produkte përfshirë makina të cilat kanë pjesë që kalojnë kufi të shumë gjatë procesit të ndërtimit. Kompanit importuese që përballen me tarifa të larta ka të ngjarë të përcjellin kostot shtesë te konsumatorët. Kjo do të thotë që produktet e përditshme mund të bëhen më të shtrenjta për amerikanët. Nga ana tjetër, presidenti Trump beson se tarifa do të motivojnë kompanit amerikane të prodhojnë brenda vendit për të shmangur tarifat e importit. Megjithatë, prodhuesit e makinave dhe industrisë së rëndë kanë paralajmëruar se ndërtimi i fabrikave të reja dhe punësimi i fuqis punëtore brenda një periudhe të shkurtër nuk është i lehtë dhe kërkon kohë e investime të mëdha. Bashkimi Evropian ka reaguar ashpër ndaj kësaj mase duke kërcënuar me kundërmasa tregtare. Kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se BE është e gatshme të kundërpërgjigjet nëse është e nevojshme, ndonse preferon zgjidhjen përmes negociatave. Masat shpaguese të Brukselit mund të përfshin tarifa mbi produktet amerikane, duke përshkallëzuar një luftë të mundshme tregtare mes 2 partnerëve më të mëdhenj ekonomik në botë. Ekspertët paralajmërojnë se tarifat universale të Trumpit mund të përshpejtojnë një luftë tregtare globale dhe të rrezikojnë ekonominë amerikane, duke ndikuar negativisht në marrëdhëniet ndërkombëtare. Izraeli ka njoftuar zgjerimin e operacioneve ushtarake në Gaza, duke ndërmarrë një ofensivë të gjerë që synon eliminimin e infrastrukturës terroriste dhe rikthimin e 59 pengjeve të mbetura. Ministri i Izraelit i mbrojtjes Israel Katz deklaroi se ushtria do të pushtojë zona të mëdha të territorit për të garantuar sigurinë dhe për të parandaluar sulmet e ardhshme nga grupet militante. Paralajmërimet për evakuim u lëshuan më herët për banorët e Rafahut dhe Khan Yunisit, duke i këshilluar ata të zhvendosen në zonën humanitare të përcaktuar në Al-Mawasi. Operacionet e natës rezultuan në vrasjen e 10 personave dhe plagosjen e shumë të tjerëve, ndërsa forcat izraelite intensifikuan sulmet toksore në jug të Gazës. Përveç Gazës, Izraeli ka ndërmarrë sulme ajrore ndaj objektivave në Libanin jugor dhe Siri, duke përshkallëzuar më tej tensionet në rajon. Këto veprime vijnë si përgjigje ndaj kërcënimeve të mundshme nga grupet militante në këto zona, ndërsa ushtria izraelite synon të ndalojë çdo sulm të mundshëm mbi territorin e saj. Ndërkohë në Yemen, Shtetet e Bashkuara kanë kryer sulme ndaj forcave Houthi në rajonin Hodeida, duke vrarë 4 persona dhe duke plagosur disa të tjerë. Pentagoni ka njoftuar se do të rrisë pranin ushtarake në lindjen e mesme, duke dislokuar 2 aeroplan mbajtëse për të përforcuar sigurinë rajonale dhe për të reaguar ndaj kërcënimeve potenciale. Luftimet në Yemen kanë marrë hovë që nga 15 marsi me më shumë se 60 viktima si pasojë e sulmeve të fundit amerikane kundër forcave Houthi. Grupi militant Yemenas ka paralajmëruar për hakmarrje duke kërcënuar me sulme ndaj anijeve të lidhura me Izraelin në detin e Kuq në përgjigje të prishjes së anëpushimit në Gaza. Situata në rajon po përkeqësohet me ritme të shpejta, ndërsa përshkallëzimi i dhunës kërcënon të përfshijë më shumë aktorë dhe vende në një konflikt të gjerë rajonal. Ky zhvillim i fundit pason muaj të tërtensioni dhe përplasje të armatosura në Gaza dhe më gjerë, ndërsa udhëheqësit botror i kanë bërë thirrje të gjitha palëve për përmbajtje dhe rifillim të dialogut diplomatik. Organizatat ndërkombëtare humanitare kanë ngritur alarmin për një krizë humanitare në Gaza, ku 10 mijëra civil janë të rrezikuar nga përshkallëzimi i konfliktit. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar vazhdon të bëjë përpjekje për të ndërmjetësuar një armpushim të qëndrueshëm dhe për t'i dhënë fund luftimeve që po rrezikojnë stabilitetin e të gjithë lindjes së mesme.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s janë mbledhur në Bruksel për një samit 2 ditor ku fokusi kryesor është rritja e shpenzimeve për mbrojtje dhe përforcimi i unitetit brenda aleancës, përballë kërcënimeve globale. Pritshmëritë janë të larta për shefin e diplomacisë amerikane Marco Rubio, i cili pritet të përcjellë mesazhin e qartë se aleatët evropian duhet të rrisin kontributet e tyre financiare për mbrojtjen kolektive dhe të ndajnë barën në mënyrë më të drejtë. Rubio, i cili më parë shihej si një mbështetës i fortë i lidhjeve transatlantike, përballet me shqetësime nga diplomatët që dyshojnë në ndikimin e tij real brenda administratës amerikane. Takimi aktual konsiderohet një provë për samitin e madh të Hagës që do të mbahet më 24 deri 26 qershor, ku Alianca pritet të riafirmojë angazhimin e saj për mbrojtjen kolektive dhe të përcaktojë hapat për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte po kërkon nga të gjithë aleatët që të angazhohen për të shpenzuar të paktën 3.7% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje sa më shpejtë, jetë e mundur dhe të raportojnë rregullisht për përparimin e tyre. Kjo lëvizje synon të qetësojë shqetësimet e presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka kërkuar më shumë përkushtim financiar nga aleatët europian. Rubio, një zë kritik për çështjet e mbrojtjes dhe sigurisë, pritet të theksojë rëndësinë e një qëndrimi të ashpër ndaj Rusisë dhe Kinës, ndërsa kërkon mbështetje të vazhdueshme për Ukrainën përballë agresionit rus. Gjithashtu ai pritet të rikonfirmojë angazhimin e SBA-s ndaj nenit 5 të traktatit të NATO-s, duke garantuar mbrojtje të ndërsjellë për të gjithë aleatët në rast sulmi. Në muajt në vijim NATO do të zhvillojë takime të tjera jo formale të ministrave të jashtëm dhe të mbrojtjes për të diskutuar strategjitë e ardhshme, përfshirë ato që lidhen me sfidat globale të sigurisë dhe përgatitjet për samitin e Hagës. Këto takime pritet të forcojnë koordinimin brenda aleancës dhe të përgatisin terrenin për vendime të rëndësishme që do të ndikojnë në të ardhmen e NATO-s dhe stabilitetin ndërkombëtar. Territori shqiptar për datën 3 prill 2025 do të karakterizohet nga një mot me kushte atmosferike të ndryshueshme me vranësira mesatare, deri në të dendurat të cilat do të shoqërohen me rreshje shiu të herë pas hershme me intensitet të ulët deri mesatar në pjesën më të madhe të territorit. Në periudha afat shkurtra rreshjet mund të jenë në formën e shtrëngatave. Temperatura minimale parashikohet të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë me drejtim juglindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe luginave era herë fiton shpejtësi prej 10 deri në 12 metra për sekond, shoqëruar me valzim në dete të forcës prej 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 11 deri në 20 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 14 gradë. Tiranë 9 deri në 20 gradë. Durrës 10 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 21 gradë. Elbasan 8 deri në 20 gradë Celsius. Berat 8 deri në 20 gradë. Korç 4 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 18 gradë. Sarand 10 deri në 22 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 3 prill 2025 parashikohet të përshkohet me një mot kryesisht të vranët me intervale të shkurtra me diell dhe rreshje shiu në disa zona të territorit. Temperatura minimale parashikohet të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë me drejtim juglindje, verilindje me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe luginave era herë fiton shpejtësi nga 5 deri në 13 metra për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijon. Mitrovic 4 deri në 13 gradë Celsius. Prishtinë 5 deri në 14 gradë Celsius. Prizren 6
deri në 14 gradë. Pej, 4 deri në 13 gradë Celsius. Gjakov, 5 deri në 14 gradë. Gjilan, 5 deri në 13 gradë Celsius. Ferizaj, 4 deri në 14 gradë Celsius. Suharek, 5 deri në 14 gradë Celsius.